Mila Imzeka ka rrëfyer sot momentet e arrestimit të Fatmir Shehollit, me që kishte qenë duke pirë kafe në mëngjesit bashkë me të në një prej hoteleve të Prishtinës. Zeka ka thënë se gjatë qëndrimit në kafene kanë qenë duke biseduar për disa përgjime për të cilat gazetari thotë se ja ka dhënë vetë Sheholli, e të cilat janë publikuar së fundmi. Unë e dhash versionin tim të këtyre materialeve, e shpjegova gjëre gjatë që na i ka dhënë Fatmiri. I kam thënë që si jemi vetëm ne që i kemi marrë, i tregova që na ka pru të printum tekstin e USB-s, ka treguar Zeka për dëshminë e tij të dhënë në policinë e shtetit. Sipas Mila Imzekës, Sheholli kishte thënë se burimi atyre përgjimeve ishte nga një gjerman. Në këtë mënyrë, gazetari Mila Imzeka ka shuar të gjitha aludimet se edhe ai gjatë ditës së sotme ishte arrestuar së bashku me Fatmir Shehollin, të dyshuarin për spionazh. Në një lidhje telefonike me Kosova Today, Zeka i quajti të poshtra lajmet rreth arrestimit të tij. Megjithëse Zeka tregoi se si ishte arrestuar Sheholli, derisa ata ishin në të njëjtin hotel në Prishtinë. Dua vetëm të them diçka. Personi Fatmir Sheholli është arrestuar sa ishte duke pirë kafe në hotel. Unë isha me një person tjetër, kisha shkuar realisht me pi kafe me dy artistet tona të mëdha, me Eli Farën dhe Irma Liboovën. Fatmiri më tha, a muj me ardhë me pi një kafe? I thash, po more, hajde, në hotel jam, veç kanë hyrë policia dhe i thanë zotëri Sheholli, jeni arrestuar me urdhër të prokurorit për spionazh. Kaq është historia, u shpreh Zeka. Ndër të tjera, Mila Imzeka thotë se ai u ftua për intervistim në polici. Ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, ka njoftuar se është arrestuar Fatmir Sheholli, i dyshuar për spionazh. Zveçla ka shkruar se pret trajtim institucional me seriozitet të lartë të këtij rasti, i cili sipas tij përbën një nga aktet më të rënda ndaj sigurisë dhe rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me AKI-n dhe prokurorinë ka arrestuar sot Fatmir Shehollin me dyshimet e bazuara për përfshirje në spionazh. Individ si ky, që kanë pasur hapësirë mediatike të pakufizuar në vendin tonë, ka bashkëpunuar me akterë që çdo ditë punojnë e veprojnë për të minuar Republikën tonë dhe e progresin e saj. Mbesim të përkushtuar të mbrojmë vendin tonë nga të gjitha qarqet që nuk hezitojnë ta rrezikojnë atë për çfarëdo përfitimi të tyre. Koha e spionëve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar. Kushdo që punon për Serbinë e kundër Kosovës do të ndiqet pa kompromise, pa ndalshëm. Republika duhet mbrojtur me përgjegjësinë më të lartë institucionale dhe morale, ka shkruar ai. Në një komunikat për mediat, Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se Sheholli është arrestuar pas hetimeve disa mujore. Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës, të njëjtën hetuesit policorë nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda në policinë e Kosovës kanë arrestuar shtetasi me iniciale FSH në ndyshime për veprime penale, spionazh, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Sheholli ka qenë i ftuar her pas here në televizionet e Kosovës në rolin e analistit politik. Ai është drejtues i Institutit për afrimin e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë. Ishte ftuar për dëshmi edhe nga gjykata speciale. Në paraqitje publike, ai ka pohuar se ka punuar në shërbimin e sigurimit të Serbisë UDB dhe pas luftës ka qenë i angazhuar në shërbimin informativ të Kosovës SHIK.